rishpërndarje të pasurisë edhe shpërndarje të barabartë të resurseve shtetërore, qoftë për zhvillim ekonomik e qoftë për integrimin e Euroatlantik. Unë besoj që këto do t'jenë tematikat kryesore dhe mbi bazën e këtyre tematikave populli i Kosovës nuk mund të kthehet mbrapa. Ne e kemi vështirësi, ne do të vazhdojmë tutje. Krejt çka na ka ardhur, pak minuta deri në fund. Krejt çka na ka ardhur si mundësi, si shans për integrim Euroatlantik e kemi huq kudo që kemi mujt. Këshillin e Evropës e kemi huq, antarësimin në NATO nuk e kemi shty për para, edhe ajo shka po du me diskutu me ju, qëta minutat fundit janë qito 800 kusur milion eurot e pakos rritjes të cilat i përmendet, edhe me qëllim nuk ju replikova atëherë, a din dikush domin që është shkaktu, duke mos i shti që ato pare në qarkullim, edhe so kemi mi hup nëse e vazhdojmë qëtë situatë politike. Kjo ka qenë diskutimi në intervistën tanë të fundit që kemi pas bashkërisht, që kemi diskutu. Për shkak që jeni për njerëzve si që punë e dini, unë insistoj për juve me marë përgjigje. E vërtet është që po t'japi një përgjigje mirë, por nëse kthehesh në atë kohë, ju luta, besë se ne komunikojmë edhe në mënyrë kolegiale. Në shumë raste, sa kom qenë konvent, më shdash që të majnë një komunikim konstruktiv dhe kolegial, sidomos kur aty ku ka pas interesa etike të popullit të Kosovës, si thash që plani i rritjes është për krejt. Marrëveshjet ndërkombëtare për besë nuk ka kurrë gjë politike aty. Hajde ti votojnë populli i Kosovës mund të jetë pengi taktikave zgjedhore. Dhe unë kam shpresuar shumë, kam arrit, kam pas kogja shumë sukses, kam pas kohën atë pjesë, se kam dhënë një komision që më shdash një qasje e tillë dhe kemi pas sukses mirë, po ka pas momente si ky që ka qenë shumë frustruese për shkak të planit të rritjes. Nëse kritika jote, jo jote, po e opozitës është që jo integrimi evropian, po ja që Bashkimi Evropian po ta jap mundësinë e planit të rritjes. Ky që proces, nëse ja do të mirën Kosovës dhe drejtimin e Euroatlantik, ja kjo është mundësia për reforma strukturore, votojti. Pa marrë parasysh kush është në pushtet. Unë duhet të ndaj një përshtypje me ty, unë kemi pas një vizitë, kemi pas vizita, kemi kontakte, asnjëherë me Bashkimin Evropian nuk kemi pas raporte më të mira se tash. Kështu që fryma është jashtëzakonisht pozitive, e shihni po ashtu dhe nga asistenca. Masat janë hequr, zyrtarisht, e kemi parasysh se ka qenë temë diskutimit, pra nuk është temë zgjedhore më. Në ndërkohë që sovraniteti i vendit është shtrirë, policia e Kosovës i kontrollon kufit, gjithandej, dhe me Bashkimin Evropian i kemi çështjet okej. Kështu që nuk është më pjesë e narrativës së opozitës. Ta duhet të thonë qartë. Ta duhet të thonë, sepse ajo çfarë është e rëndësishme është që këtu nuk po bëhen as për integrimin evropian, as për integrimin Euroatlantik, këto po bëhen për shkak të pengesa në qeverisë, logjika bllokuese, që parandalohet reforma.